Tani kërkimi sa prokuror për ndërshtim mase dhe caktim për ndërshtim arresti dhe caktim mase bazohet te disa provave. Një ndër to tregon që ka pastyrim të rreth të dhënave. Dhe që do të merret personalisht edhe me prokurorin, edhe me gjithë oficerët e policisë. Avokat nuk funksionon me kërcënim në sallën e gjyqit. Nuk ka rëndësi se çfarë do bëni ju jashtë kësaj salle me këtë doni ju. Do tash për herë të fundit avokat do marr masa nga ato që parashikon kodi procedurës. Këto lloj komunikimi në këtë sallë gjyqi me mua si gjyqtare nuk të lejohen. Përqëndrohu te mbrojtja që do i bësh të pandeurit tënd. Ose do i caktoj një avokat tjetër kryesisht dhe do të nxjerr përjashtë. Avokat nëse vazhdon me këtë gjuhë komunikimi. Përqëndrohu te mbrojtja, po ta them, para lajmërimi fundit. Në sa pash konstatoj pasyrim të dhënave të rreme.